në lidhje me tërheqjen e vërejtjes për Kurtin? Unë nuk kurse besoj që korrespondenca e faktorit ndërkombëtar është vetëm një drejtim. Nuk është veç kjo që e shohim na si publik, si qytetar. Domethënë nuk është vetëm një korrespondencë, po besoj që ka edhe korrespondenca të cilat qytetarët nuk i shohin. Ndërsa vërejtja unë konsideroj që është në nivelin më serioz. Edhe du me besu që ata e kanë marrë shumë seriozisht. Edhe reflektimi ka me qenë më pa në praktik, pra, jo vetëm me diskurs popullor, që na e kena kuptu që ka diçka gabim, po mundemi me përmirësu. Janë disa procese të cilat shtetin e dëmtojnë jashtëzakonisht shumë edhe nuk ka kohë me përmirësu. Pra unë po du me besu që e kam pa që ka pas reflektime të gabume në raport me sjelljen e aleatëve, edhe të shohim pra nëse ka vërtet që ata e kanë konsideruar që ka diçka me përmirësu, besoj që ditën të vazhdim pas datës 30 mundet partia që ka fitu shumicën e votave me kthy këto në një veprim pozitiv. Një prej arsyeve që ishte përmendur pra se ka ardhur deri tek vendimi për të pezulluar dialogu strategjik, ka qenë edhe gjuha që Kurti ka përdorur ndaj gjykatës kushtetuese. Pas vendimit që ke fundit pra kishte marrë për mas përkohshme deri më datën 30 shtator, gjuhë për cilën u kritikua mjaft shumë edhe nga opinioni publik edhe nga persona të partive politike, por në anën tjetër u përkrah nga presidenti i vendit, Vjosa Osmani, duke thënë se është drejt të komentohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Vlerësoni se edhe presidentja në këtë rast ka një pjesë të fajit, ndoshta për këtë lloj zbeje të raporteve me Amerikën? Krijimi i institucioneve të pavarura ka qenë një ndihmë nga ana ndërkombëtare për ne si vend. Domethënë si shtet i ri na kena pas nevojë me ndakta këto pjesë të segmenteve të ushtrimit të pushtetit. Gjykata kushtetuese është një institucion i pavarur, më i lartë në vend juridik, edhe që deri sot domethënë e ka dhënë shembull se si veprohet me të drejtë dhe vendimet e saj nuk i ka kontestuar asnjë një subjekt politik. Pra dikujt i ka rënë mirë, dikujt keq, po sigurisht që këtë i kemi respektu. Edhe në këtë drejtim ka pas edhe raste kur edhe partia tani në pushtet, edhe partia që ka fituar vetëvendosja mas shumë të vota në këto zgjedhje të fundit, i ka shku për shtatje dhe ka përshëndet vendimet e gjykatës kushtetuese. Unë nuk më pëlqen fakti kur nuk e konsideron si të mirëqen një vendim në momenti kur nuk e ke interesin në atë vendim, po besoj që ka mujt me qenë më racionale deklaratat, po sigurisht që secili subjekt politik e ka mënyrën e vet të diskursit publik, edhe në këtë drejtim unë nuk kam paragjykime, mirë po dëshiroj me theksu se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk duhet as me u diskutu, vetëm duhet mu implementu. Pra, që kjo është puna që na e kem mas pak si deputet, me çu mesazhin tek qytetarët, se ne duhet mos me mendu dy herë kur kemi vendimet e gjykatës kushtetuese. Unë besoj plotësisht në vendimarrjen e atyre anëtarëve, sepse edhe në të kaluarën e kanë treguar që nuk i ka munguar kredibiliteti, vendimarrja edhe kompetenca e atyre në fushën e drejtësisë. Në Zmaku kanë mbetur edhe 5 ditë, pra deri në përfundimin e masës së përkohshme